Kjo është një çështje shumë e thjeshtë. Pra ky tram, electric tram nuk është faktikisht tramvaj klasik. Kjo është si autobus më i gjatë. Tash i kemi autobusa 12 metrash, e kemi edhe 18 metrash, ndërsa ky do të jetë autobus elektrik 32 metrash që e thirrin electric tram elektrik. Pse? Se domethënë për shkak që është shumë më i gjatë se sa autobusi klasik, thirret tram. Mirëpo është elektrik, nuk i duan as as tela për mi, pra është sikur një autobus më i gjatë, tashmë i kontraktuar me sektorin privat, pra ne kemi shfrytzu 28 kontratat të cilat i kemi nënshkruar me sektorin privat, ku ne i paguajmë ata për kilometër, ndërsa ata investojnë në autobuset e ri, në këtë rast, në këtë electric tram, që është, po them, me kapacitet më shumë se 300 persona. Pra nuk është diçka e të ardhmes, është diçka e tashmes që ekziston tash, edhe prej qershorit të vitit të ardhshëm do të operoj në Prishtinë. Pra linja prej Fushë Kosovës deri tek bregu i diellit.